nga zëvim të tokëm në të vogël, ashtu siç që edhe raportuam më herët, por për gjithë ata që na janë bashkangjitur tani në këto momente na emisionin në gazeta, po raportojmë për disa gërmime të cilat po zhvillohen në këtë fshat, në këtë komunë dhe dyshohet se janë gjetur varreza masive, të cilat dyshimet fillestare përkasin tek një grup intelektualësh të cilët vinin nga Mitrovica të përbërë nga 23 persona të cilët kanë qenë profesor, doktor, inxhinier, teksa ne u larguam nga vendi ku po zhvilloheshin gërmimet, për shkak që policia e vendosi shiritin dhe në kohën cilën ne jemi duke raportuar drejt për drejt, po zhvillohen hetimet, teksa atje përndodhet një ekip i policisë të Kosovës, rikujton ekipin e Institutit të Mjekësisë Ligjore, për të marrë normalisht edhe informacionet më pas identifikimin e trupave, nga ajo çfarë kemi parë, nga pamjet të cilat i kemi parë ne drejt për drejt në vendin e ngjarjes, menjëherë pasi e morëm informacionin, ka mbetje mortore, pjesë të gjymtyrve, ka kafka, pra janë pamje të rënda të cilat ne disa prej tyre edhe i kemi shpërndar në faqen zyrtare të Kanal 10, normalisht me efektin mbyllor për shkak të ndjeshmërisë, të cilën e përçojnë normalisht edhe duke qenë pamje shumë të rënda. Menjëherë pas këtij gërmimi po i presim edhe autoritetet të cilat priten të vinë, teksa të nderuar shikues, pra kur e rikujtojmë thehemi 27 vite pas, më 19 prill të vitit 1999, ky grup shqiptarësh kosovar, të cilët ishin nisur për në Novi Pazar, ishin ndaluar nga 2 persona të cilët janë arrestuar mbrëm, pra flitet për 2 serb të cilët kanë qenë të ndjekur për një kohë të gjatë dhe të cilët dyshohet se janë pikërisht nga kjo zonë, pra 2 persona të dyshuar të cilët quhen Momi Riakshi dhe Milojko Brishevac, teksa po besoj që tani është mirë të bashkangjitet edhe kolegu im gazetar Kushtim Sadiku, me cilin jam bashk këtu në komunën e Zëvin, në Potokut, në këtë fshat.